Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion, ku do të njihemi së bashku me zhvillimet më të fundit nga Vlora dhe Mëtej. Nisi me aktualitet. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ndërhyn për prishjen e një banese të ndërtuar mbi kanalin e ujrave të larta në qytetin e Vlorës. Sipas autoriteteve, objekti i palishëm pengonte funksionimin normal të kanalit kullues, duke shkaktuar kështu problematika, veçanërisht në situatat me rreshje të dendura shiu. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë për prishjen e një banese të ndërtuar në mënyrë të palishme mbi një kanal të ujrave të larta në qytetin e Vlorës. Sipas autoriteteve, objekti në fjalë pengonte funksionimin normal të kanalit kullues, duke shkaktuar problematika të vazhdueshme, veçanërisht gjatë periudhave me rreshje të dendura shiu. Prania e kësaj ndërtese mbi kolektor kishte rritur ndjeshëm rrezikun e përmbytjeve në zonë, duke vënë në vështirësi banorët dhe infrastrukturën përreth. Situata të tilla janë përsëritur disa herë ndër vite, ku qyteti është përballur me përmbytje masive dhe serioze, kryesisht si pasojë e bllokimit të kanaleve kulluese nga ndërtime të palishme. Imo të bën me dije se aksioni për pastrimin dhe çlirimin e kanaleve të ujrave të larta do të vijojë edhe në ditët të vijim. Qëllimi është rikthimi i funksionimit normal të rrjetit kullues dhe parandalimi i situatave të rrezikshme që mund të shkaktohen nga rreshjet intensive. Autoritetet theksojnë se ndërtimet e palishme mbi kanalet dhe kolektorët kanë qenë ndër shkaqet kryesore të përmbytjeve në qytet, duke sjellë pasoja të konsiderueshme ekonomike dhe sociale. Për këtë arsye, strukturat përkatëse përfshirë IMT-n dhe IKMT-n janë të angazhuara në një plan të gjerë ndërhyrjesh për shembjet e këtyre objekteve, si dhe rikthimin e sigurisë për komunitetin. Ky aksion synon jo vetëm zgjidhjen e problematikave aktuale, por edhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për respektimin e ligjit, si dhe shmangjen e ndërtimeve të palishme në zona që rrezikojnë jetën dhe pronën e tyre. Mbetje të shumta inerte, madje dhe bagti të ngordura janë depozituar në anë të rrugës përgjat aksit Vlorë-Sherish, duke krijuar një situatë problematike dhe njëkohësisht tronditse për zonën. Kjo shoqërohet me heshtjen e institucioneve përgjegjëse. Mbetje të shumta inerte deri dhe bagti të ngordura të depozituara në anën e rrugës në aksin Vlorë-Sherish. Në një vëzhgim të kryer nga Blu Televizion vëret re një skandal i madh për sa i përket depozitimit të mbetjeve, por mbi të gjitha edhe bagtive të ngordura, të cilat në fakt duhet të groposen dhe të mos lihen në anë të rrugës, pasi përbëhen edhe burim infeksioni për qytetarë të ndryshëm. Duket se situata e tillë vijon prej kohësh në këtë aks rrugor, ndërsa mbetjet depozitohen her pas here pa u larguar thuajse asnjëherë. Mbetje të shumta inerte dhe madje bagëti të ngordura janë depozituar në anë të rrugës përgjat aksit Vlorë-Sherish, duke krijuar një situatë problematike dhe njëkohësisht tronditëse për zonën. Pamjet në teren tregojnë grumbuj të konsiderueshëm mbetjesh urbane dhe inerte, të cilave u janë shtuar edhe kafshët e ngordura, të hedhura pas një kriter higjieno-sanitar. Këto të fundit përbën një rrezik serioz për shëndetin publik, pasi sipas rregullave duhet të groposen dhe të trajtohen në mënyrë të kontrolluar për të shmangur përhapjen e infeksioneve. Situata bëhet edhe më shqetësuese nga fakti se mbetjet kanë dalë deri në rrugë, duke penguar lëvizjen e automjeteve dhe duke rritur rrezikun për aksidente. Drejtuesit e mjeteve përballen çdo ditë me vështirësi në qarkullim, ndërsa ajra e rëndë dhe ndotja e ambientit janë bërë të padurueshme për banorët e zonës. Duket si kjo gjendje vazhdon prej kohësh edhe deri më tani nuk është ndërmarr asnjë masë konkrete për pastrimin dhe rehabilitimin e zonës. Mungesa e ndërhyrjes nga institucionet përgjegjëse ka bërë që ky segment rrugor të kthehet në një vend të palishëm depozitimi mbetjesh, edhe pse nuk ka një funksion të tillë. Shqetësimi rritet dhe më tej nga dyshimet se bagëtitë e ngordura mund të kenë qenë të sëmura, çka e bën situatën edhe më të rrezikshme për përhapjen e sëmundjeve dhe ndotjen e mjedisit përreth. Ajo çfarë kërkohet është ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për pastrimin e zonës, largimin e mbetjeve dhe marrjen e masave ndëshkuese ndaj personave që depozitojnë në mënyrë të palishme mbeturinat dhe mbetjet shtazore në këtë aks rrugor. Shumë institucione të cilat janë në funksion në Vlorë gjenden në godina të amortizuara. Një ndër to është dhe ish godina e kadastrës, e cila prej vitesh qëndron e mbyllur pas një funksion. Folur shpesh për vendosje në të disa institucioneve, gjithçka është mbetur akoma në letër.
Shumë institucione, të cilat janë në funksion vlorë gjende në godina të amortizuara, plot lagështi dhe kushte të papërshtatshme për qytetarët dhe personelin, por nga ana tjetër në vlorë takon edhe një tjetër realitet. Vitet e fundit nga qyteti bregdetar janë larguar disa institucione dhe godinat ku këto institucione kanë funksionuar më parë sot janë të boshatisura. Praktikisht kemi institucione funksionale me godina të papërshtatshme e të tjera ambiente në kushte të duhura, por që janë bosh. Një ndër to është edhe ish godina më pashme kadastrës së Vlorës, e cila prej disa vitesh qëndron e mbyllur dhe pas që funksion më. Shumë prej godinave në Vlorë, të cilat deri pak vite më parë kanë patur një funksion të caktuar, sot pas largimit të institucioneve përkatëse kanë shkuar drejt degradimit dhe shkatërimit. Shembull i qartë i kësaj situate është godina pas shpinës time, të gjithë e njohin si ish godina e kadastrës apo zyrës së pronave në Vlorë, e cila prej pak vitesh nuk po funksionon, por gjithashtu ka rënë prej dëmtimeve të shumta. Ish godina e kadastrës, nëse do të gjendej dakordësia mes pushtetit lokal dhe ministrisë, mund të shërbente fare mirë për vendosjen aty dhe funksionimin e institucioneve në Vlorë që nuk e kanë një godinë të saktë, por ndërkohë prej më tepër se 3 vitesh qëndron e mbyllur. Xhama të thyer, kangjëlla të shkullura prej vendit, një pjesë e fasadës së jashtme të rrëzuar. Ky është imazhi që sot kjo godinë të ofron. Për shkak të mbylljes, lagështia po pushton të jetej godinën dhe ambientet janë dëmtuar edhe në brendësi të tyre. Nëse do të vijojë të qëndrojë e mbyllur edhe për shumë kohë, kjo godinë rrezikon të tjera dëmtime, duke u kthyer në të papërshtatshme për funksionim. Është folur shpeshherë që në të do të vendosen disa institucione të qytetit, por diçka e tillë ka mbetur ende në letër. Ujrat e kristalta, trashëgimia e lashtë dhe kostot e ulta po e kthejnë Shqipërinë në yllin e ri turistik të Europës. Kështu shkruan Travel and Tour World, sipas të cilës Shqipëria po hyn në një fazë të fortë të rritjeje të turizmit për vitin 2026. Shqipëria po hyn në një fazë të fortë të rritjes të turizmit të vitin 2026 sipas Travel and Tour World. Vendi nuk shihet më si një cep i pazbuluar i Europës, por si një destinacion që po shndrohet në një konkurrencë serioz në tregun turistik të mesdheut. Bizneset turistike po zgjerojnë me shpejtësinë të gjithë vendin e Shqipëria po pozicionohet si një destinacion modern, por njëkohësisht autentik. Një nga faktorët kryesor pas rritjes së turizmit të Shqipërisë Bregdeti i saj, Rivira shqiptare është tashmë një pikë kryesore të rrejtëse për turistët nga gjithë bota. Ujrat e kaltra të kristalta, plazhet e qeta dhe shkëmbinj dramatik e karakterizojnë këtë rajon. Qytetet bregdetare po përjetojnë një rritje të shpejtë të numrit të vizitorëve, ndërsa fshatra të vegjël po shndrohen në destinacione të preferuara pushimi. Udhëtarët e zgjedhin këto zona sepse janë më pak të mbipopulluara se destinacionet e tjera të mesdheut. Turizmi i plazhit po luan një rol qendror në historinë e rritjes së Shqipërisë dhe po ndihmon vendin të ndërtojë një identitet të fortë në tregjet turistike europiane. Ndërkohë Shqipëria po fiton gjithashtu vëmendje për pasurinë e saj kulturore dhe historike. Rënojat e lashta, kështjella dhe sitet e listuara në UNESCO po tërheqin turistë ndërkombëtar. Qytetet historike pasqyrojnë ndikimet shekullore të Ballkanit nga perandoria osmane tek ajo romake. Muzet dhe qendrat kulturore po presin gjithnjë më shumë vizitorë çdo vit. Turistët nuk po tërhiqen vetëm nga plazhet, por dhe nga interesi për të eksploruar historinë, arkitekturën dhe traditat vendase. Ky balancim po forcon pozicionin e Shqipërisë si një destinacion të plot turistik. Aplikim online dhe leje provizore brenda një dite pune. Qeveria shqiptare ka miratuar një paket ndryshimesh në rregulloren për të huajt, me synim uljen e burokracisë dhe parafrimin në standardet europiane. Qeveria shqiptare ka miratuar një paket të gjerë ndryshimesh në rregulloren për të huaj, duke synuar uljen e burokracisë, rritjen e transparencës dhe parafrimin me standardet europiane në administrimin e migracionit dhe tregut të punës. Në thelb të reformës qëndron digitalizimi i procedurave, ku një pjesë e madhe e aplikimeve do të kryen online përmes portalit qeveritar e-Albania. Autoritetet përgjegjëse për kufirin dhe migracionin do të kenë afate më të shkurtra verifikimi, duke reduktuar ndjeshëm pritjet dhe pasiguritë për aplikantët.
Njërisi e menjëhershme është pajisja menjëhershme me leje provizore brenda një dite pune për çdo të huaj që aplikon për leje qëndrimi, duke i garantuar qëndrimin e lishëm deri në marrjen e vendimit përfundimtar. Ndryshimet preken dhe standardizimin e dokumentacionit, janë përcaktuar qartë kriteret për fotografitë biometrike, ndërsa shtohet detyrimi për vetdeklarim të gjendjes gjyqësore. Një vëmendje veçantë është kushtuar tregut të punës, ku vendimi parashikon rregulla më të qarta dhe procedura të dedikuara për kategoritë të caktuara, si punëtorët e shtëpisë. Për këta të fundit, si dhe për kategoritë të tjera, kërkohet miratimi i punësimit online nga Agjencia Kombëtare e Punësimit, ndërsa të huajt detyrohen të regjistrohen në sistemin e shërbimeve të punësimit brenda 10 ditëve nga pajisja me kartë biometrike. Vendimi sjell lehtësira dhe për rinovimin e lejeve të qëndrimit dhe për rastet e bashkimit familjar. Njërisi e rëndësishme është dhe përcaktimi i qartë i procedurave për shtetasit e Bashkimit Evropian që qëndrojnë në Shqipëri më shumë se 3 muaj. Ata do të pajisjen me një certifikat regjistrimi, e cila lëshohet pa tarifë dhe përmes aplikimit online, ndërsa familjarët e tyre që nuk janë shtetas të BE-s do të përfitojnë këtë qëndrim të posaçëm me procedura të përshpejtuara. Ndryshimet synojnë të krijojnë një sistem më të qartë, më të shpejtë dhe më të besueshëm, duke rritur kontrollin institucional, por njëkohësisht duke lehtësuar ndjeshëm barrën administrative për individët dhe bizneset. Mbrojtja e mjedisit është testi që Shqipëria duhet të kalojë. Edhe në raportin e fundit të progresit nga Komisioni Evropian, vendi nuk arriti të merrte një notë kaluese dhe bindëse. Mbrojtja e mjedisit është testi që Shqipëria ende duhet kalojë. Edhe në raportin e fundit të progresit nga Komisioni Evropian, vendi nuk arriti të merrte një notë kaluese bindëse. Një sondazh kombëtar i kryer me mbështetjen e Bashkimit Evropian nxjerr në pa një indeks të qartë mes shqetësimit për mjedisin, njohurive dhe praktikave të përditshme në Shqipëri. Sipas sondazhit, vetëm 24% e qytetarëve thonë se janë të njohur me konceptin e biodiversitetit, por shqetësimi rritet ndjeshëm pasi koncepti shpjegohet. 68% shprehen të shqetësuar për dëmtimin e biodiversitetit në Shqipëri, po ashtu vetëm 33% kanë dëgjuar për ekonominë qarkulluese, çka tregon boshllëqe më të gjera në kuptimin e koncepteve mjedisore më të lidhura me politikat publike. Prej vitesh kapitulli 27 është kthyer në pengesë për Shqipërinë në rrugën e antarësimit në Union. Pavarësisht kritikave, institucionet në vend kanë bërë pak ndaj për t'i dhënë një tjetër ovë. Përpjekjeve në drejtim të parandalimit të ndotjes ka nisur të mendojë vetë komisioni. Sipas analistëve, një rol më proaktiv do të nënkuptonte jo vetëm hartimin e politikave, por dhe monitorimin e zbatimit të tyre në praktik. Kjo lidhet me krijimin e platformave konkrete për investime, lehtësimin e procedurave burokratike dhe garantimin e transparencës për emigrantët që duan të kontribuojnë në Shqipëri. Ekspertë të mjedisit dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare argumentojnë se për të pasur sukses në mbrojtjen e mjedisit duhen rritur kapacitetet teknike dhe financiare për të parandaluar ndotjen. Sipas ekspertëve, e njohur si një nga pikat më të rëndësishme të biodiversitetit në Evropë, Shqipëria strehon një shumëllojshmëri të pasur ekosistemesh dhe speciesh endemike. Zonat e mbrojtura përfshirë parqet kombëtare, pyjet, ligatinat dhe ekosistemet bregdetare luajnë një rol thelbësor në mbrojtjen e biodiversitetit dhe në rritjen e qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike. Në të njëjtën kohë, këto ekosisteme janë në presion nga ndotja, krimi mjedisor dhe zhvillimi i paqëndrueshëm. Gjatë dekadës së fundit, Bashkimi Evropian ka investuar më shumë se 280 milion euro në sektorët e mjedisit, ujit dhe klimës në Shqipëri. Leonida Çaushi është 67 vjeçari i cili frekuenton Vlorën në çdo stin, ndërsa vijon të sfidojë temperatura duke u larë në det dhe duke u marrë me aktivitete fizike, të cilat konsiderohen çelës për një shëndet të mirë. Çdo javë qytetin e Vlorës e vizitojnë me qindra pushues vendas të cilët vijnë nga qytete të ndryshme për të kaluar disa ditë. Leonida Çaushi, i cili e viziton Vlorën shpesh, e në çdo stin zgjedh plazhin, zgjedh të lahet në det, jo vetëm për pushime, por Çaushi thotë se qytetin bregdetar ka të preferuar, duke mos e ndëruar me asnjë qytet tjetër. Ai krahas Tiranës ku jeton, ka bler tashmë një shtëpi edhe në Vlorë, pasi siç thotë edhe vet, nuk ndahet dot nga ky qytet. Çaushi zgjedh që pavarësisht moshës të sfidojë temperaturat jo shumë të favorshme të ditëve të fundit duke u larë në det. Unë vi nga Tirana. Nga Tirana. Po. Vini shpesh në qytetin bregdetar? Po kam shtëpi këtu edhe. Vi të paktën çdo një muaj tani dhe në çdo 15 ditë. Pse ke zgjedhur Vlorën, për pushime apo edhe për të qëndruar? Po të thash pra, jemi e fat që e kemi. Jo për të qëndruar, për pushime. Në
Megjithëse temperaturat nuk janë shumë të larta, Po, kemi zgjedhur flarin det. Nuk e kemi problema se në Tiranë kemi liqenin, këtu kemi detin. Kështu që i ftohtë është, po i mirë për mua. Kështu që Çfarë pëlqen më tepër këtu? në Vlorë. Po. Po deti mbi gjitha, klima, fiskultura, vrapi që bëjmë dhe na pishat, na zvërneci, ndërtimet, rregullimet që bëhen, çdo gjë që bëhet moderne, bëhet për të mirën e tonë, sepse turizmi që vjen lë lek. E këto ndërtimet që bëhen, do vinë të lënë lek ata njerëzit. Edhe ato lek i do të marrin shqiptarët. I merr shteti me taksa, me gjitha, janë zinxhir. Të preferuar sigurisht që ka detin dhe klimën, ku siç tregon edhe krahas notit, shfrytëzohen edhe për aktivitete të tjera fizike, si gjimnastik apo vrap. Me profesion më parë ka qenë ushtarak, teksa vitet e pensionit ka zgjedhur t'i kalojë në Vlorë. 67 vjeçari pohon se deti, noti, klima e mirë, aktiviteti fizik e gjimnastika janë arsyet përse sot ai gëzon një shëndet të mirë, duke këshilluar edhe për të rinj që të ringrihen nga kafenet, të qëndrojnë larg veseve e të kujdesen për shëndetin. Ky aktivitet fizik që ju bëni ju ndihmon dhe për shëndetin? Po patjetër. Unë jam rreth 67 vjeç. Jam 67 vjeç dhe kështu që. Është arsyeja e një shëndeti të mirë? Po patjetër. Ke një mesazh për të rinj? Po të ikin në lokalet. Ta lënë cigaren, ta lënë atë alkoolin, të shikojnë të libri, të shikojnë të aktiviteti sportiv. Ato janë. Qyteti i Vlorës krahas qendra pushuesve vendas që e vizitojnë çdo javë, e veçanërisht fundjavave, është kthyer në një pikë referimi edhe për dhjetra turistë huaj që zgjedhin Vlorën për pushime çdo ditë. Pas më shumë se një muaj përgatitje, Teatri i Kukullave, pjesë e Qendrës Kulturore në Vlorë, vjen me shfaqjen Ku janë ëndrat, e cila për të vegjëlit përcjell mesazhin që nuk duhet të heqin dorë nga ëndrat dhe dëshirat që kanë. Në sallën e kinemas në Pallatin e Kulturës është lançuar premiera më e re e Teatrit të Kukullave, e titulluar Ku janë ëndrat. Premierë e cila ka mbushur totalisht sallën me vogëlushët që kanë ardhur për të parë shfaqjen e re. Të vegjëlit shprehen tepër të emocionuar për këtë shfaqje, të cilën do ta ndjekin për herë të parë. Sipas fëmijëve në Teatrin e Kukullave vinë shpesh pasi u pëlqen çdo shfaqje. Fëmijët e kopshteve të qytetit tregojnë edhe shfaqjet e tyre të preferuara si dhe personazhet që kanë më shumë qejf. Po. Qera e parë që kanë të shikosh apo i shikon? Bukur. Pëlqen? Kë preferon? Cila është shfaqja që ose teatri që do më shumë? Mashë. Të pëlqen teatri? Po. I gjithmonë ku apo sa era e parë? Era parë. Çfarë të pëlqen? Vëndi. Kush? Vëndi. Është era e parë që vinë ku apo vinë gjithmonë? Po Viktor. Iki në restorant me mamën e me babin me familje. Si ja kalon? Mirë. Po pëlqen. Kush është personazhi? Ku janë ëndrat. Vinë gjithmonë, ndjek gjithmonë teatri? Po. Kënaq? Po, kënaqem. Kënaqem shumë. Ku janë ëndrat. Po. Po. Me zi po prej që të filloj shfaqja, jam shumë e lumtur. Vinë gjithmonë ku apo që era e parë? Është era e parë. Pëlqen teatri Kukullave? Po më pëlqen. Çfarë të pëlqen? Filmat e bukur dhe personazhet. Keni një shfaqje të preferuar? Jo. S'ka. Po. Po. Kush të pëlqen më shumë? Kur si barletit që bëj si barelin. Si balerin? Po. Do bëj një kërcim, një pak. Tepër i kënaqur me këtë pjesëmarrje shprehet edhe regjizori i Teatrit të Kukullave, Eduard Ismaili. Ismaili tregon se as salla e madhe e kinemas nuk mjafton pasi interesi është i lartë, dhe për këtë arsye kjo shfaqje do të vihet në skenë disa ditë me radhë.
Nëse do të ketë interes, regjizori tregon se trupa e teatrit të kukullave do të performojë edhe në kopshtet apo klasat fillore të qytetit. Shfaqja e re titullohet Ku janë ëndrat, ka të bëjë më shumë me që fëmijëve nuk do të mbajmë ëndrat t'i ndrydhim, po duhet t'i lëmë që ata të ëndërrojnë, të jenë të hapur dhe t'i bëjnë realitet ato ëndra. Dhe kjo pjesë për atë flet është pak pjesë po themi groteske në atë aspekt sepse ka kukulla që nuk janë reale, por besoj se fëmijët e kuptojnë atë që ne do të themi fabulën e pjesës. Sot pjesëmarrja është më shumë se ç'ne kishim menduar. Do përpiqemi që gjithë ardhja e tyre mos të shkojë kot, po të kënaqen edhe ne do bëjmë maksimumin që pjesa të vejë mirë edhe në ditën e vazhdim. Po, nuk më del as sot janë shumë, dhe besoj që do të jemi deri nga mesjava tjetër, pastaj në momentin që ne do shikojmë që ritmi po bie, do të marrim leje, mund të shkojmë dhe mund të japim dhe në ambientet e shkollave, nëse shkolla do të dëshirojnë pastaj, do të mundohemi me pak mund nga ana jonë që mund të japim dhe në ambientet e tyre, nëse do jetë. Aja dini në teatrin e kukullave, ne do të jemi nesër dhe pas nesër të Sallë e Madhe, i mirëpresim në ora 11, ku janë ëndrat. Pas më tepër se një muaj përgatitje, Teatri i Kukullave, pjesë e Qendrës Kulturore Vlorë, vjen me shfaqjen Ku janë ëndrat, e cila jep mesazhin për të vegjëlit se nuk duhet të heqin dorë nga ëndrat dhe dëshirat që kanë. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme, ju lutem të na ndiqni në faqen tonë zyrtare Blu Televizion, si dhe në rrjetet tona sociale. Bashkë mirë takofshim.